Masat e kendeve të një katërkendëshi të mysit të rinë si dyshin me treshin, me pesën dhe me tetën. Gjeni këto kende. Bëhet fjalë për një katërkendësh të mysit. Dhe shuma e kendeve të një katërkendëshi të mysit është 360 gradë. Kemi raportin e masave të kendeve të këtij katërkendëshi dhe duke orientuar nga ky raport, mund të shkruajmë 2x për masën e kendit të parë, 3x për masën e kendit të dytë, 5x për masën e kendit të tretë dhe 8x për masën e kendit të katërt. Duke i mbledhur masat e këtyre kendeve, shuma e tyre do dalë 360 gradë. Pra, mund të shkruajmë që 2x plus 3x plus 5x plus 8x baras me 360 gradë, nga ku 18x ishte i barabartë me 360 gradë dhe vetë x do të jetë 20 gradë. Me përcaktimin e x-it, ne mund të gjejmë që masa e këndit të parë është 40 gradë, pra 2 shumëzim 20, 40, dhe me radhë për këndin e dytë do të thoshim që e ka masën 60 gradë, këndi i tretë 100 gradë dhe këndi i katërt 160 gradë. Pra, në fundit përcaktuam masat e kendeve sipas kërkesës së këtij problemi. Ky problem është marrë nga libri Matematika 9 i shtëpisë botuese Pegi, me autor Edmond Lulja dhe Neritan Babamusta.